Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderimi e takon Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi i 54 me radhë që flasim rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe kanë arritur në pjesën e dytë të hadithit 21. Të hadithit 21. Dhe hadithi ky vike prej Sufjan ibn Abdillah Thaqafiyut radiallahu anhu, një sahabi që thamë se e ka pranu islamin para shlirimit të Mekës për një kohë jo të gjatë, e ka pranu islamin dhe falem diçka për shkurt për biografinë e tij herën e kaluar dhe pastaj u kyçëm në hadith. Hadithin që kjo e sjellli, që tha se i thash i dërguar i Zotit, mësoma një fjalë në islam, fjalë që nuk kam nevojë ta pyes më dikant tjetër posteje për këtë fjalë. Pejgamberi alayhi as-salatu was-salam i tha, thuaj, kam besuar në Allahun dhe mbështetun në këtë dhe bëhu i fort, bëhu i qëndrueshëm në këtë. Çka ti e thu? Dhe e the. Hadithi kjo thashë ka transmetuar Imam Muslimi, pra i saktë në zinxhir diskutohet. Hadithi kjo, kur ja mor me mjaçy fjalën, kur i tha pejgamber, mas pari i tha, mësoma një fjalë në islam, që do të thotë sikur sahabiu ka kërku prej pejgamberit alayhis salam një fjalë që ajo fjalë ja mbledh islamin thujse krejt. Ajo fjalë e mbledh islamin dhe në islam mund me përdor ato me përfitu prej asaj fjale në çdo thujse kanë. Për ta sikur kërkoj të përgjithshme. Dhe pejgamberi alayhis salam i ja kthej dhe i tha, thuj, kam besuar në Allahun. Qul amantu billah. Thumma istaqim, e pasaj bëhu i qëndrueshëm. Kjo fillimisht kur thot thuaj, jep me shenjë hadithi se në islam, por të pranuar islami, duhet thuhet. Nga që kjo mundemi me nxjerr se duhet thuhet edhe shahadet, edhe pse argumentet e tjera vish blitz, si istinas, i thoin istinas, që me përfitu veç diçka, përndryshe argumentet e tjera në shumëta, që për mu të pranu islami, duhesh me e thonë shahadet. Por kjo hadith i tha, edhe bëhu i qëndrueshëm në të, thuj besova, me thonë, duka me besu, dhe bëhu i qëndrueshëm, kry obligimet e Allahut Azza wa Jall. Kjo tha bëhu i qëndrueshëm në to hin, bëhu i qëndrueshëm, kry obligimet e Zotit, kry obligimet e Allahut Azza wa Jall. Pastaj, bëhu i qëndrueshëm, largoju prej ndalesave të Allahut. Nëse Allahu ka ndalu, pejgamberi ka ndalu, duhet të ndalosh. Nëse Allahu ka urdhëru mu kry, edhe pejgamberi ka urdhëru, duhet të kryet. Mi po fjala e parë para kësajna, se kjo fjala e pastaj bëhu i qëndrueshëm i bjen senet gjërat që kanë të bëjnë me dinin, që kërkohet me kry, nuk diskutohet me thonë që këtë urdhër pëlqej në vend, e që të urdhër nuk pëlqej në vend. Mirë po, fjala para kësaj na tha, qul amantu billah. Thuj besova. Kjo besova është prap fjalë përfshirëse. Që në to hin, ti duhet besosh Allahun, pejgamberin, duhet besosh krejt çka e ka thonë Allahu në Kur'an, dhe për saktësinë e Kur'anit diskutohet, dhe duhet besosh dhe ti dorëzohesh, alayhis salam. Duhet besosh dhe ti dorëzohesh asajna çka ka thonë Allah dhe pejgamberi pastaj. Krejt çka mbetet e jonja është veç me saktësu. A ka thonë vërtet pejgamberi apo se ka thonë pejgamberi? A ka urdhëru apo se ka urdhëru? Manal, a ka thonë Allahu apo se ka thonë? A ka urdhëru Allahu apo se ka urdhëru? Krejt e jonja çka kërkohet është me i saksu qitu,
si të saksohen, mund të nuk diskutohet. Pra nuk hin këtë hadith nëse një sen të fejs e beson, një sen tjetër e mohon. 10 senet fejs i beson, një e mohon. Nuk pranohet prap. Duhet krejt çka kanë ardhur në din me i besu dhe me ju dorëzu. Që kjo ku po thamune, me ju dorëzu, mës me kon nga ai kondi se valla, që ky urdhër i Zotit mund të s'po flan zemra, s'po ma merr mendja mua, kështu s'pranohet. Ta mori mendja, apo s'ta mori mendja, të flejti zemra, apo jo, duhet pranohen krejt çka kanë ardhur prej Allahut dhe pejgamberit dhe me qenë pastaj i qëndrueshëm. E mes me kon nga ajo se kur thet për shembull një hoxh ta shpjegon se në dinin islam me kon që praktikohet shariati islam, një hajdutit që i ka plotsu kushtet për mu qujt hajni, se janë të kushtet që do të mu plotsu edhe me marrë dënim pastaj, shariati ka bën një hajduti që plotson kushtet e hajnis, do t'i prej dora. E jo tash ti më thon valla qiton, unë s'ma merr mendja, unë qiton s'mu je pranoj. Kështu s'ko, a ka thonë, e pas ka thonë feja, kjo duhet pranohet. Nëse Allahu në Kur'an thot, vrasësi vritet. Vrasësi vritet. E me thonë, jo, valla qitus që kjo s'po më pëlqen se mu zemra s'po ma pranon. Vrasësi let burgoset, amo jo të vritet. Shariati ka thonë, sikur të ishte. Praktikimi i shariatit me një vend. Por ato që dishta me përmend se do t'i dorëzohesh krejt Allahut dhe pejgamberit dhe t'i krysh obligimet e Allahut, çka i ka kërku krejt dhe largohesh prej ndalesave që ai ka ndalu dhe pejgamberi ka ndalu. Kjo është shkurt, ajo kur tha pejgamberi thuj kam besu Allahun e pastaj bëhu i qëndrueshëm në të. Kur njeriu bëhet i qëndrueshëm në fe, Allahu ka përgëzuar shumë sene për ta. Prej tyne, thot Allahu në Kur'an, innal ladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Ata që thanë e besotëm Allahun, e pastaj u bën të qëndrueshëm. Dhe për qëndrimin tash e fola më lart. Ata që thanë e kemi besu Allahun dhe jemi dhe u bëm të qëndrueshëm din, çka tha Allahu vazhdon ajeti? Tetenezzelu alejhimul malaike, atyre ju zbresin melek. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Atyre i thuhet se mos u pikllani, mos u tutni, mos u trishtani. I thuhet atyne dhe ju përgëzojna me xhennet. Xhenneti ky që ju pat premtu juve nga ana e Allahut azza wa jall. Pra Allah azza wa jall i përmendi këtu se këtyne që janë të qëndrueshëm në fe, i zbresin qetësi, ose i zbresin melek. E i zbresin melek, djetarët për tyne, Imam Waki'i ka thonë ati çka i bjen. Allahu zbret melek, zbret qetësi. Pse? Pse kanë qenë të qëndrueshëm në fe që she kërkoi pejgamberi, edhe Allahu para pejgamberit. Pse kanë qenë të qëndrueshëm, Allahu zbriti qetësi. Në ku? Thanë 3 vende. Waki'i kë për të parëve, selefve, tha, zbret Allahu qetësi në momentin kur ta merr shpirtin. Në momentin kur ta dërgon melekun e vdekjes, me ta marr shpirtin, atëherë qetëse je i qetë. Nuk trishtohesh, ku shkam gjet. E me këshyr mu shtyr dhe me melek. Ja, po i qetë e merr, se ke qenë i qëndrueshëm fe. Kjo është e para, Imam Waki'i. Po tjetër, tha qetësi tjetër është në varr. Kur të vjen meleku, 2 melek, ose një, ose për shkak rivajete e tham ose një, edhe vjen meleku ose 2 meleke të në varr. Edhe të pyesin, o ti filan, kush është Zoti yt? Kush është feja jote? Kush është pejgamberi yt? Ti nëse ke qenë i qëndrueshëm në fe, e ke besu Allahun dhe ke qenë i qëndrueshëm, tha Imam Waki'i, Allahu zbret qetësi për ty. I qetë, këti i qetë i përgjigjesh melekëve. Kja 2, edhe e 3 tha, kur të dalmi para Allahut. Të merë, ajo ditë të mërshme. Ditë të cilën Allahu hidhërohë që s'është hidhëru në herë më herët.
edhe pas asaj dite mos hidhrohet ashtu. Allahu Azza wa Jall është tmerr, prej tmerrit të madh ilshojnë komt ndajherë edhe njerëzit e votshëm. Dhe mos thamë edhe pejgamberët. Trishtohen. Veç të që kimeni për pejgamberëve të thonë Allahumma sallim, sallim. O Zot, shpëta. Me rëndësi, edhe në qatu hera të tretë, nëse ti je i shëndrueshëm në fe, që kërkoi pejgamberi alayhis salam, atëherë Allahu të përgëzoj me qetësi për ty në këto 3 vende, tha Imam Waki'i. Allah e përmend vend tjetër, tha innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ata që thanë se Zoti jonë është Allahu, thumma istaqamu, e pastaj u bën të qëndrueshëm në fe. Fala khawfun alehim wala hum yahzanun. Ata s'kan frikë dhe nuk pikëllohen. Ulaika ashabul janna. Këta janë çfarë përgëzimi po i bën Allahu nëse je i qëndrueshëm në fe? Këto tha Allahu, ata janë banorët e xhenetit. Nëse bëhesh i qëndrueshëm në fe, Allahu të përgëzoj si banor i xhenetit. Khalidin fiha. Në xhenet ato që janë për gjithmonë, ku s'ka më fund, për gjithmonë atje. Fiha jazaan bima kanu ya'malun. Këto morin si shpërblim për atë që ata vepruan. Për atë që ata vepruan, ktheju ajetet pak më herët i bën për atë që keve i përqendrueshëm, të keve i qëndrueshëm në fe. Atë që keve i qëndrueshëm në fe. Kërrej që tu po lidhen me çat fjalën që pejgamberit i kërkoi Sufjan ibn Abdullah Thaqafi, ju thavish një fjalë, ama një let jetë për mbledhjen e Islam. Pejgamberi ja kthei shkurt. Nëse me që qashtu për e lyp, veç të i besoha Allahun, edhe bahu i qëndrueshëm ton. Pak fjallë ja tha, pa e vërin sot të shumëtat rrjedhin pasaj prej sojna. Ndërsa sa për shtes, kur thejmi se me qeni qëndrueshëm dëk, dënë thët, me qeni qëndrueshëm në ato që e ke thonë, si me fjallën tonde, nëse ke thonë një musliman me koni qëndrueshëm, nëse ke thonë se unë e besoj Allahun, mos me thonë se besoj pastaj. Me koni qëndrueshëm, nëse ke thonë se Kur'ani fjalë e Zotit, e beson edhe përsërit këto. Nëse e ke thonë shahadetin, nuk e ki mo problem me thonë përsëri, edhe të tjera. Thojnë dietarët nga kjo, duhet të jesh i qëndrueshëm si në atë çka e ke thonë, i qëndrueshëm pra në fjalën tënde, në veprën tënde, edhe në besimin tanë, edhe si të jashtme edhe të mbrenshme me koni qëndrueshëm. Se thanë dietarët, nëse njoni mendon dhe thotë se unë jam i qëndrueshëm për jashtë, e thotë me fjalë, por veprimet e tij stregojnë se ai është i qëndrueshëm në fe. Për shkak se ai nuk i kryen obligimet e Zotit. Urdhrat e pejgamberit nuk i çon në vend. Atër personi i tillë, vetëm se e ka mashtru veten e tij. Këtu lidhen, ti nëse e thu jashtë, nëse e thu me gojën tënde, edhe po thu vërtet që më besoj se baza, thelbi i besimit është në zemër tani shkepet. Edhe nëse thu që besoj me zemër, Ibn Rajab al-Hanbali kur i ka zbërthy 40 hadithe ka bën një zbërthim interesant. Thotë tek kjo, nëse njoni vërtet i frikohet Allahut, kjo punë me zemër. Vërtet e don Allahun. Vërtet shpreson shpërblimin e Allahut. Vërtet mbështeten në Allahun. Vërtet i ka frikë Allahut. Dhe e don Allahun dhe ato çka ka thonë Allahu dhe pejgamberi. Dhe kështu me radhë i përmend Ibn Rajab al-Hanbali, nëse i ka vërtet që tu çka po lidhen me besimin esencial, se s'ka mundësi personi, vetëm se s'ka mundësi e jashtëmja e tij me kone keqe krejt. S'ka mundësi. Pse e thot kështu? Thot për shkak se qito që i përmendëm kanë të bëjnë me zemrën. E zemra thot është mbreti i trupit. Unë e men? Zemra është mbreti i trupit. E gjymtyrët janë ushtarët. Nëse mbreti është mirë, edhe ushtarët e tij janë mirë. E nëse mbreti është keq, atëherë edhe ushtarët, edhe gjymtyrët e tua janë keq. Kur themi me këto se me koni qëndrueshëm në fe, nuk e kemi për qëllim me thonë që kur gjunah mos me bon. Por prapë se kemi për qëllim me thonë që kështu banë gjunah, jo kështu. Po nuk e kemi për qëllim me thonë që ti s'bjen gjunah kur, ndash mu quajt i qëndrueshëm në fe, jo kështu. Për shkak se pejgamberi alayhi as-salatu wassalam, hadithin që sjell Imam Ahmedi e Tirmidhiu të vërtet, tha se
kullu ibn Adem khata. Çdo biri i Ademit ban gjuna, gabon. Wa khayrul khata'in tawwabun. E më i miri prej këtyre tash gabimtarëve është ai i cili pendohet. Na ban me shenjë në këtë hadith pejgamberi alayhis salam se ti gjunah ban, por që të fjalën që ju drejtu, me më i mirë është ai që pendohet. Po fjalën që ju drejtu sahabijut për cilën ai im të fol ose transmetimin e tij Sufjan ibn Abdullah Thaqafiut është për qëllim banu i qëndrueshëm në fe. Nëse të rastis na herë me bën ai gjunah, e që çdo rob ban gjunah, atëherë ktheu Zotit. Pendohu për gjunahin që ke bën. Po mos rreç ashtu hajt se e bona, por pendohu dhe ktheu Allahut Azza wa Jalla, sikur Allah e përmend Kur'an, ku thot fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Ju banu qëndrueshëm në fe dhe kërkoni falje për gjunahet e juve, që do të thotë se ka mundësi me po gjuna, por nuk del prej rrethit që me kanë të qëndrueshëm në fe. Pa e përmbledhë hadithin se ka shumë për të folur, se njonit nëse njonit i intereson se e çka të bajon, e cilat pika, kushte, rregulla, sene të ndjeki që me kanë i qëndrueshëm në fe. Si ju kanë përgjigjur dietarët islam, kanë thonë, e para është kry obligimet e Zotit dhe sa edhe përpiqu bili edhe ato vullnetare sa ma shumë, sa ma preciz që je në kryerjen e obligimeve të Allahut, edhe sa ma shumë që shton në ato që janë sunet e nafile, ke me konë ma i qëndrueshëm në fe. E para thanë kështu. Tjetër, thanë bëhu i kujdesshëm ose i interesuar. Bëhu i interesuar për dije, nxënien e dijes islame. Nëse bëhesh i interesuar për nxënien e dijes, e këshyr një kohë të lirë, ti merr ndëgjon një dietar çka po thot. Një kohë të lirë e ndëgjon një hoxh. Një kohë të lirë e merr lexon diçka. Një kohë të lirë mëson diçka Kur'an përmend. Një kohë të lirë mëson ai hadith përmend. Këtë mirësh me dije, kanë thonë dietat, është për shkaqeve të ban që ty më të bën me qenë i qëndrueshëm në fe ato që e kërkoi pejgamberi më lart. Pastaj thanë djetarë, për me koni qëndrueshëm, përpiqu vazhdimisht, me koni sinqert, edhe në këto çka ti po e mbledh në dijen tënde, edhe në veprimet e tua çka po i bën. Përpiqu me koni sinqert. Sa më shumë që përpiqesh, me kon më i sinqert, që me kon më i qëndrueshëm në fe. Pastaj thanë djetarët, ban dua shumë, Allahu e dën doën. Bila Allahu, mos më kërku Allahu hidhrohet. Allahu se pëlqen këto që ti mos më kërku Allahut. E pejgamberi me një hadith tjetër vërtet tha ad-du'a huwa al-ibada. Bila ton hët ba kon hy pejgamberi kur ka thonë o njerëz, doja është ibadet. Por Allah ka qef me kërku Allahut. Edhe në këtë rast o Zot, bano për qëndrueshëm në fe. Pastaj tan dietarë për me koni qëndrueshëm është edhe ajo se lexoni Kur'an më shumë. E mos e leni Kur'anin vetëm në muajin e Ramazanit, por bëhuni të vazhdueshëm leximin e Kur'anit. Nëse doni për me qenë qëndrueshëm në fe, në këtë kërkesën që e bëri pejgamberi alayhis salam, pastaj thanë dietarët me qenë i qëndrueshëm, rri me njerëz të mirë. E mos rrini me njerëz të këqij. Se ti nëse rri me njerëz të këqij, rri me hajduta, rri me gënjeshtar, rri me tradhtar, rri me kriminal, mos pretë që ti më bën tash takvoja nishi. Po ty veç Zoti nëse trunse për ndryshe ti, kime mot tipare cilësit që aty në me të cilit rren. E thanë djetarët, ndash më boj qëndrueshëm në fe, që e kërkoj pejgamberi, rri me njerëz të mirë. Se kur të rishti me njerin e mirë, shomje se një të i thonë, shomje, ja, të këshia, ja, a ja ka me ta përmen një ajet, ja një hadith, ja lexova me një libër, ja e bona interesante nxirja një dobi për këtij ajeti, një dobi për këtij hadithi, një fjalë të një dietari që më erdhi interesant, që si fjalë kanë më të sjell me njerin e dijes, ose të pyetej, a e lexova për filan libër, e kompletit libër, shumë ishte mirë, zbërtimi ishte i hatashëm, e të jë në atë kuptimin që rri me njerëz të dijes, ndash më boj qëndrueshëm në fe, edhe tjetra thanë dietarët, më përpiq më boj njeri mesatar. Mesatar, mos më përpiq me i tepru, unë edhe me këtë bohna nishin ndonjë, adin, më përpiq pas këtë për tukë, jo, po banë njeri mesatar. Këto janë pikat që thanë dietarët islam, nëse i ndjek që tu çka u përmenden, hinë në hadithin që i tha pejgamberi. Sufjan ibn Abdullah Thaqafiu i tha, thuj besova në Allahun dhe bahu i qëndrueshëm ta, që të kushte i ndjek ki me konë prej tyne që je i qëndrueshëm në fe. Ky ishte hadithi i 21 me radhë,
me kaq pika shkurta kemi përfunduar normal, e herën e ardhshme inshallah flasim rreth hadithit të 22 me radhë. Na lusmi Allah të na fort na mëshiron, e lusmi Allah na zëjë prej të qëndrueshme në fe të na bën, lusmi Allah na zëjë në xhenet të na dërgon, walhamdulillahi rabbil alamin.